tash nëse dëshirojmë ta trajtojmë gjithçka tabu që do të shqyrtohet dhe të bëhet si vlerë, nuk mund është nëse ti i respekton, si tha dhe psikologja, traditën, kulturën dhe prejardhjen e një populli ose një vendi. Pa marrë parasysh besimin. Këtu po e lëm anash. Vlerat mund të shqyrtohen në aspektin e konceptit mendor tek njerëzit në bazë të perceptimeve tyne dhe të kuptimeve tyne. Si që tha kjo ma herët, për të suedez, Gjuli, po më falë, Gjuli, po s'ka lidhje për emër. S'ka që, se një Kosovë më njefë, s'ka një. Dhe zonja Gjuli që tha, është normale për suedez. Po jo për neve. Po jo për neve, po për askon. As për neve, as për tjere. Jo, s'ka për askon. Po shumë normale. Po shkota, saksojnë qka saksisht të për normale. Ti po donë një ashti njerëzve në kryqe, ata janë kundra lajna. Jo, Gjuli, ta të gjojnë saksisht qka s'është normale. Cila pjesë? Nuk është normale sepse ka kufizime morale tek njerëzit edhe tek fejt. Ku cënohet moralin këtë pikë? Ku cënohet moralin këtë pikë në ata që e tha Gjuli? Po çdo gjë që është shiko, në konceptin tonë fetar është pjesë intime ose pjesë e turpshme të trupit nuk guxojnë të ekspozohen as tek të afërmit e familjes, jo. Edhe kjo është e kufizume. Atëre, ne kisha me që i morin 4-5-10 gra nuk ka rëndësia. Ja, s'ka, nuk eksiston. Unë kam shumë respekt si individ që je, por unë mendoj që ti jetu fol në pjesën e shoqërisë që janë fetar. Shqiptare. Jo, fetare, se shqiptarët ndoshta nuk e kam bashkaq konceptin e gjenitalit. Jo, kem traditna edhe para islamit edhe para islamit edhe traditat nuk janë gërshetuar tani. Ati nuk janë musliman, ata janë krishtianë, shumica se ortodoks. Po ata se respektojnë kodin e tyre unë mendoj që ajo është shoqëria që i balohet që ka dhe psikologjia. Si do që ti jetë? Po dhe krishterët ka. Në fakt, Gjuli, ti jemi realist, është një shumicë e madhe e qytetarëve në Kosovë që nuk e marrin si normale. Nuk po thonë që është e mirë, nuk jam të thonë që është normale tek ne, unë veç e tash çka është tek ne. Abnormale te ata është normale, çka është tek ne normale. Po dallimin me një kulturë në një shtet tjetër, është normale. Normale që dalin disa njerëz tash tip në aspektin psikologjik na shpjegon psikologja, qysh është normale ti për shembull tash dal në një vend në Australi për shembull është normale më dal burra dhe gra pa rroba. Po, ka shumë vende, ju vëshë Skandinavia, kena kultura atje të gjithë vende, po unë e mora për bazë Australi që kanë aseksualiteti, është nudizmi, atje nuk ka tabu, këto i kemi. Nuk ka tabu, po nuk do të të qëmë morale, është antimorale. Jo, unë për shumë, është një besim, asë një psikologi, asë një filozofi njërzore, edhe ateistat që nuk besojnë eq, e kanë një kufizim të moralit të tyne, intimitetin, pjesët e të isha i bindur që debatin do të anisim me diçka, por ne do të përfundojmë në dy gjëra të rëndësishme, që është feja dhe që është morali. Pse që të mund përfundojmë? Do është avu lidhur edhe të çështja e besimit. Tash, ti, për shembull në Kosovë, e kjetë tem tabu edhe edukatën fetare, por në Evropë nuk e kje. E kje në gjithë Evropën mësohet edukimi fetar në për shkolla. Në Kosovë e Shqipëri jo. Sepse këtu është tabu. Pse? Po në Kosovë është edukimi fetar apo edukimi seksual, a? Seksual në shkolla. Po këto dyja janë shumë të rëndësishme. Njëjtat. Pse po e avancojmë edukimin seksual e për ndalojmë... Po cila do duhet të para nëse do të ndosej të futej në shkolla? Për cila do të marrë informacione? Nuk ka tash këtu cila, se nuk jemi arë për garë këtu. Dyja të jenë të rëndësishme, por raporti i kësaj, brenda kësaj, brenda edukimit fetar, është edhe edukimi seksual, se na vim prej një shkolle që quhet medrese, për shembull. Po ti me fëmijët tonës pas ke fol për edukimin seksual e le shkollime me ka fol gruaja janë, pse? Unë thash, unë kam tem tabu. Po që to po duhet. Është morali, morali turpi më shumë, se sa janë. Nuk është ajo e pamoralshme raporti yt me vajzën edhe me djalin. Është më shumë ana traditës edhe asaj që ti ke nguru edhe e ka kryer një punë gruja ose motra ose dikush tjetër. Që ndoshta ti me djalin e kishë biseduar. Kjo është problem tek ne në çështjet pak më qysh më thonë më të përgjithshme dhe më të rëndësishme të shoqërisë. Kjo që
është tabu dhe mbetet tabu nudizmi e këto çështje që janë imorale, tek te dhe tek shoqëria. Gjysa e botës nuk e ka problem. Tek 90% që i Kosovës na s'po flas për Suedin, se unë kam qenë disa herë në Suedi dhe e di. Po tham për Suedin, ose për gjysa e botës. Në Evropë është fjala, po kudo që t'jemi, tha psikologja më herët, nuk kemi çdo gjë që është vlerë dikun që mundet më qenë vlerë të këne. Sa po e thashë, unë i përkash dy kulturave. Edhe në Evropë nuk është vlerë gjithë shka. Ta dëgjojmë pak edhe psikologë. Moral do të thotë kur ti nuk bie ndesh me normat e shoqënisë, po njëkohësisht edhe si individ. Nëse ti për shembull si individ edhe nudizmi është një farë lloj amoraliteti. Pse se ti shkakton nuk shkakton një ose nuk ki provokim ndaj të tjerëve. Prandaj neve, përveç si funksionojmë si individ, unë e ceka, neve duhet jemi të përgjegjshëm edhe si shoqëni. Se çfarë ndikimi neve kemi si shoqëni. Unë mendoj si nudizmi nuk ka një ndikim pozitiv. As te edukimi fëmijëve, po as te adoleshentët, po as te pse? Duhet ta kemi parasysh. Turpi nuk është diçka në masën e caktuar, gjithmonë është diçka pozitive. Që do të thotë, një individ i cili ka një turp në rregullat e shoqënisë, edhe në ato kriteret ose në ato normat morale do të thotë mos gënim tjetrin, mos ta bëjmë tjetrin të ndihet keq, ta pranojmë mendimet e tjetrit, edhe ta pranojmë tjetrin me individualitetin e tij, të respektojmë individualitetin e secilit. Po njëkohësisht të respektojmë shoqëninë edhe ato çfarë neve përfaqësojmë shoqëni. Prandaj kjo është thash edhe ma jetë një farë lloj balanci. Neve nuk, kjo është tim, nuk e di, ndoshta pak absurde nudizmi, pa tjetër në fund funit ajo është individuale gjithku në botë. Për shembull, personalisht unë nuk mendoj si jam rrit në një familje konservatore, edhe nuk mendoj si nuk jam mendje hapur, nëse një individ tani ose një kolegi juve do të jetë nuda, mu nuk më do zgjonte një ndjenjë të mirë, përkundrazi do acaronte, edhe ndoshta do ndihem e pa respektuar në atë vend. Prandaj, kjo është edhe pak individuale me natyrën e individit. Përveç asaj e ceka dhe ma jetë, mendoj jemi njërën se si kom kalu njetën, shkollimin e gjithë tonë, mendoj si jam kogja mendje hapun, po unë mendoj si edhe në shoqëri tjera nudizmi nuk është diçka që i shdosh mu promovu, për kundrazi ka ligje edhe në vendet tjera që individet nudo denohen për shkak të shqetësimit të tjerëve. Po nuk mendoj që as Zhuli unë nuk e ta ndryshoni ato që e thash une. Unë sa po e thash, njeriu çka do, qysh do, kornizat e veta mundet mi bo në individ vetin. Në shoqëri duhet mu respektu. Shoqëri ti duhet me pas përgjithësi edhe për shoqërinë. Me shku sa unë në Angli ose në Suedi ose në Filot, ti nuk guxon me hi me rroba banje. Kurse në Kosovë duhesh, se merr një tiketë ose thonë ai del pej atu se i hi cullat. Po kjo është shoqëria edhe norma që i përcakton shoqëria. Normat e shoqërisë është ajo që ty bën. Unë ta marr një shembull shumë duhet të bëj pyetje direkte se domethënë ajo çka ti e thu e ka kompjutin direkte. Si që tha zotëriu me moralin. Moralin është krejt diçka tjetër, edhe emancipim është krejt diçka tjetër. Emancipim, për shembull, nuk mundemi me ta themi tani, nëse për shembull ti, unë si individ, unë kom përgjithësi. Përveç individualitetit që unë duhet me respektu edhe me ma respektu tjertë, njëkohësisht edhe normat shoqënore. Po varet cilat normat shoqënore. Unë mendoj, diskriminimi, cili nuk, emancipimi nuk konsiston me diskriminim, është e kundërta, me kufizimin e lirive të mendimit edhe të bindjeve e të shprehjes. Kështu që nëse përdoret, jo vetëm vendin tonë, por në të gjitha emancipimi në formën e drejtë, siç
quhet emancipim. Kur ti nuk ja kufizon liri tjetrit, e pranon ashtu siç është. Po ti sa pastaj unë mund pengone se dikush vjen gjithë sallak çeto. Vetëm pak. Edhe tjetri me më përgjegjësi, prandaj nëse na punon për shoqërinë tonë janë disa tabu që të rahat edhe tjetri duhet me më përgjegjësi për rrethin shoqëror. Në momentin si ti e cenon tjetrin me veprimin ton individual dhe ndikimin negativ, atëherë kjo nuk është emancipim. Nëse për shembull njëri ta zëm është duke përdorur substanca narkotike, automatikisht unë nuk duhet mu vlerësu individualitetit ti. Pse? Sa i ka ndikim negativ të tri edhe në shoqëni. Prandaj, përveç individualitetit, neve duhet kemi parasysh ndikimin në shoqëri. Por, emancipimi do të thotë se nuk ka tabu, që do të thotë ti nuk mundesh me diskriminu as për racën, as për ngjyrën, as për fenë, as për kombin, dhe me thonë është individin veti. Kështu që pak kjo është me thellë, se sa këto shembujt shumë që nuk menoj si ilustrojnë ato që ka vërtet është emancipim. Gjuli, se e thash edhe më herët, deklarata që i bën kërkojnë pyetje direkte për ty. Kur ti ke qenë në këto vende të zhvilluara, duke ditur që jeni një shoqëri që nuk çon pesh asgjë, pra, a ka ndodhur ndonjëherë ti me u shfaq nudën? Po. Unë e kom të regu edhe në shpesh herë në për intervista që është një kulturë në Skandinavi që është midnight run, që krejtë cullak, 2000 veta, midis natës, se do zhveshur, do një vrapon, sepse është një edukatë të tymve. Dhe unë ja respektoj atë. Unë e isha ajo, një minut, zotri, unë e isha ajo në sy tymve që isha abnormal të ishin qysh nuk e pranon të një gjë tillë. Por normal se kur dilsh në televizion, kur dilsh shoqëni në shkollë, ki rregullore që do të me shku në klasë të fejës. Unë e 5 feja i ku mësu. 5 fej do të na i kena mësu si të vëgjën. E kena pot orarin seksualitetit. Do të thotë, unë në klasë pare këm di qësh unë i morë kitë botë, edhe pëse i këm pytë prindit në shpe, babë, mamë, qësh unë keni botë, asa kanë tregu, por në shkullë na kanë tregu. Në fakt edhe Gjuli, qka po thotë që atje është një regull, që nësa unë munal me hy parë,